Nuk, Erioni nuk ka më njerëz rreth vetes. Ka mbaruar film. Për mendimin tim Erioni ka... Kusha mendonte që Lapa, i Shehaj dhe Shabani a Linqëri do merrin 200.000 vota. Unë prisje. Ndërkohë që ky ka 250. Po, ndërkohë që 180 ka marrë. Një minutë. Ndërkohë që ky ka eksperiencën, nuk është njeri që si punon truri, se ka drejtuar një lëvizje mjaft, ky ka qenë. Jo, e kanë drejtuar. E ka ngritur një herë. Po pra, ky ka qenë fytyra dhe shpirti i mjaftit. Të tjerët kanë qenë numër topi, tjetër se i mori, i promovoi ky të u bën. Para ka, do t'i ketë mbledhur në një lek, kështu se politika do para, dihet kjo punë. Nuk ka netuar, ka rjetë. Ka rjetë kombëtar dhe ndërkombëtar njerëzish që... Nuk e do të basti që është i vdekur politikisht. Këtu morën ca nulitete që ti s'u di emrin. Jo ky që ka një... Sepse në qoftë se ka ndonjë gjë që mund të krenohet. Si koha do ta tregoj, Erioni nuk del nga koha mund të, burgu ka thyer, burra trimara ka thyer ata që shiko koha do tregoj. Dhe unë po të them tjetër gjë, nëse do më pyesje pasaj për diellën, që e kanë marrë me të qeshur diellën këta. Këta e kanë marrë shumë me të qeshur diellën, se janë kaq idiota sa bëjnë edhe ankim në kushtetuese pse presidenti ka dekretuar diellën. Kush këta? Opozita? Po. Tani, po janë idiota mordi. Kanë bërë ankim në kushtetuese për pjesën e diellës. Tani diellën presidenti se ka dekretuar. Faktikisht Rama është duke përgatitur një kuadër ligjor për inteligjencën artificiale. Dhe inteligjenca artificiale këtu do bëhet varri i çdo lloj profesionisti në administratën publike, tek kontrolli i lartë i shtetit, në administratat e gjitha të ndryshme, drejtoritë e ndryshme, drejtësinë, do bëhet si në Abu Dhabi, që për 3 ditë i mbaron të gjyqi. Për 3 ditë, inteligjenca artificiale 3 personave i jepte një mendim. Po ai nuk është ChatGPT që është papagesë. Ai është një sistem i tërë, i cili menaxhon të dhënat dhe atë material përfundimtar që ti i kërkon. Dhe në momentin që hyn në dy se e kam parë vetë këtë. Këtë e kam parë vetë, nuk më thotë dot njëri. Ditë e parë bëj prezenca. Ditën e dytë numëroshin letrat komplet dhe futeshin live letrat, të gjithë në të dy kafë. Dhe pjesa tjetër, ditën e tretë i jepte mendimin diella e Abu Dhabit. Se e din kështu. Unë po të them hapur këtë, dhe aty do shikosh pasaj që si janë bërë hetimet para prake, dhe do vit dita, mba e mëndë të. E ka filluar projekt pilot Gjermania, e ka filluar Rusia, Danimarka, Italia pak më përpara, edhe Spanja. E kanë filluar këtë sistem të verifikimit, të çekut, të çdo lloj materiali, dhe sepse ka shumë pretendime për sa i përket vendimet gjykata. Ka një anshmëri, jo vetëm këtu, po kudo. Po mirë, dihet që 50% asnjëherë s'janë dakord me vendimin. Kështu që në këtë kushte që jemi neve, unë po them, kam qenë vetë në sallë gjyqe, këtë s'ma mohon dot njëri. Kështu që edhe është një personazh i cili shumë i lakuar nga Nikla, kështu që mos flasim atë. Kam qenë vetë në sallë, kështu që gjithsesi, do ta shohim, kjo është basta sa i gjatë që ha. Jo, e di ku e lidhun këtë, unë e lidh sepse unë për shembull e mirëpres të pjesën e ndërhyrjes së inteligjencës artificiale, sepse do të kemi një transparencë. Shiko, mos e merr me shumë entuziazëm. Unë me entuziazëm e marr, sepse kjo ka dhënë rezultat në një shtet i cili është sot ka një barazë si varet si ushqen dhe atë. Çfarë tifuzësh do nxjerr? Gjithsesi, po, bravo. Është madje edhe kjo ta thot, ki parasysh ta orientosh, thotë. Kështu që nuk aq më tepër në gjykata që në sistemet të tilla inkorporohen gjithë kodet e procedurave, kodet administrativ, ligjet, interpretojnë, shikoj, ajo bën menaxhimin të dhënave të kërkimit. Nga tema, Petraj, po të bie një shembull. Ndryshe gjykon një gjykatës beqar, ndryshe gjykon një gjykatës që ka fëmijë. Edhe e shikon. Po, është vërtet. Pra. Por kjo është kur jemi pa diell. Diella është e ftohtë, thotë, është akull. Paradoksalisht. Diella është po si mund të materiali materiali. Okej, do të marr edhe pak sekonda. Si mund të bësh ti një kod penal? Si mund të bësh një kod penal ti dhe nuk ke një kapitull për rrethanat lehtësuese?
Nuk kemi aspektin social fare. Ja ku orientua Diella që mos këtë rethana lehtësuese edhe ty të bjen me së paku. Ku e dim ne që kodi nuk e ka bërë Diella në fakt. Po jo pra ja avokatit po I them pikërisht atë që tha. Diellës I ke futur një kod penal që s'ka rethana lehtësuese. Dhe Diella e ka Pret ti që t'japi drejtësi. Nga 5 deri në 15 e 15 direkt. Se ka një anët e mirë për sa I përket pjesës së kodit ka, sepse në momentin e parë që u dha një ide për krimin e një kodit, po jam e lë pak për këtë. Zoti në atë pikë. Jo, unë jam shikoj se e kam dhënë mendjen as për kodin as për. Jo, një sekond. Ora thot tanë. Ta shpjegoj për këta që më preke që parë që the janë elita. Nuk janë elita. Sepse punë e parë që gabimin e ka bërë qeveria, në momentin e parë që do hapte mundësinë për të krijuar një kod I penal, duhet bërë të kërkonte përfshirjen e grupeve të interesit. Jo 5 veta që një diskutim në për vetë, po është diskutim vete, tem tjetër. Flogert, kemi një PS e cila po futet shumë e sigurt në zgjedhje. Ndërkohë Ogerta Manasliu me sa kuptova ja ka lënë në dorë Ballukut fushavën. Kjo më duke sikur tregon edhe një lloj dorëzimi të saj. Ndërkohë, fenomeni Veliaj mund të ketë ndikim TFE që votat nuk e treguan këtë që ai votat e megjithëse nuk doli kundra. Sepse nuk doli kundër. Dhe vetëm duke mos dalë kundër, PS-ja arriti të rritej vetëm me një mandat, I cili në fakt ishte ai mandati që rritej në qark, nga 36-37. Pra le të themi nuk kishte rritje. Ishte aty ku ishte. Qofse do kishte dalë kundër, ne nuk dim ta themi. Mund të themi që po dilte kundër do I rriteshin, po mund të themi edhe që do I uleshin. Kështu që nuk e dim a ja ka bërë Partia Socialiste atë nderjon Veliaj që nuk I ka dalë kundër në zgjedhje apo jo. Doli në favor. Kështu që kjo është e para. E dyta, unë nuk mendoj se Manastirliu ja ka lënë në dorë Ballukut. E para, fushata nuk ka filluar, që ta shohim fiks. E dyta, Rama ditë tha diçka. Sot tha jemi vetëm deputetët dhe ish deputetët. Në vazhdim tha, do jenë dhe gjithë deputetët e qarqeve tjera që jetojnë Tiranë, që 90% jetojnë në Tiranë. Dhe se janë deputet në Gjirokastër. Po, që të futen në komunitetet ku janë, e kështu me radhë. Tani, qarku me numrin më të madh deputetëve pas Tiranës, Tirana ka 19, Fieri ka 12. Sa ka? 12 me 4. Fieri ka 12. Okej, për të PS-s, po. Dhe përpos kësajt, komuniteti I fierakëve në Tiranë është jashtëzakonisht shumë I madh. Nga ana tjetër, pra, e para është faktori numër deputetësh dhe ndikimi I tyre si ekip në Tiranë, dhe e dyta, fakti që zonja Manastirliu është zëvendës kryeministre. Është pas Ramës, le të themi. Dhe unë them që atë fushat, ose këtë fushat, se me shumë gjasa do ndodhi shpejt, do ta drejtoj pa diskutim vetë Edi Rama. Pa diskutim. E ka thënë në 11 shtator. Ai fjalim duhet dëgjuar, ridëgjuar, sepse aty I thot gjithaj. E kishte kalkuluar atë fjalim me pike me presje, po. Ai tha, unë I pari, tha, pastaj gjithë ju, pas kësaj zonjës, jo në krah. Pas kësaj zonjës, në zgjedhje. Pra Rama e ka sfidën e vet Tiranën, sepse nuk e kanë raport me Veliajn fare. Jo. Sot opozitën... Bile, unë e kam thënë diku që në qoftë se do vinin kryeministri dhe kryetar bashkie, me shpirt do zgjidhte kryetar bashkie. Po e ka thënë ai e tha në një moment që Shqipëria tha në mendjen e tij e shitin si një bashki normale europiane. Po. Si Roma, ku diun diçka di. Aty jo si shifër aty është, si numër popullsie. Por ki parasysh që Rama më shumë se sa për Veliajn s'mendoj fare se ka si sfidë që t'i tregoj Veliaj që unë fitoj pa ty, fare zero. Por Rama me këtë mbyll sagën një herë e mirë të kontestimit zgjedhjeve. Bashkitë që janë në lojë, Tepelena e majt, 70+%. Vlora e majt. Mati është bërë punë, se jam vetë nga ndej dhe ai Malaj ka vota dhe besoj se do ja dalë. Kush është Berati?
i majt. Kush është bashkia? Tepelena, Burrelli, Vlora, Berati, ai Peqini, edhe ai po ashtu. Pra, ato nuk i bëjnë punë Edi Ramës për treguar që fitoi. Se, okej, Berati i majt, Tepelena i majt. Ajo që e hedh në tokë një herë mirë të pretendimin alibin që u vodhën farë zgjedhore, është Tirana. Në qoftë se Edi Rama në Tiranë nuk ka diferencë 58.000 vota Manastirliu nga kandidati i opozitës, por të paktën të marri ato vota që ka marrë Veliej, pra 160.000, Edi Rama i jep fund debatit. Kjo është sfida për mua. Pra nuk është sfida do fitoj Partia Socialiste, se kjo është një garë e pa barabartë, nëse mund të thuar që kemi një ushtri, një makineri elektorale si Partia Socialiste këtej, kemi edhe një ushtri të shpartalluar atje matanë, se nuk merret vesh i pari dyti. E kupton? Po s'dire, ata janë kthyer meme. Jo s'po gjejnë dot, nuk po zgjedhin. Nuk ju pranon njeri. Ka diferencë kjo. Pra nuk pranon njeri i rreshtit parë politik që dalin garë sepse e shes si fikjen e karrierës politike. Pranojnë ta dorës dytë. Një antar i Këshillit Bashkiak do pranonte. Po jo një deputet, jo Rida për shembull, ose tjetri. Në këtë kuptim Rama sfidën, prandaj i them që do jetë vetë kali karrocës, pastaj kjo zonja Balluku do jetë me ushtrinë e vet të Fierit për të maksimizuar komunitetin, votën e komunitetit Fierit. Manastirliu do jetë kudo sepse është imazhje bla bla bla, edhe tjerët respektivisht në komunitetet që përfaqësojnë se Tirana dihet që është multi. Po kjo tregon një lloj frike të Ramës për një rrjedhje votash, për një mos pëlqim. Mu më duket megjithëse sapo kanë kaluar. Mu më duket mungesë mëshire otan. Rama nuk politikisht Rama është i pamëshirshëm. Do më thënë, ai se Partia e Lirmetës bjem dakord, ka mbaruar. Po bëri zgjedhje, hyri PD, Berisha do ta ketë më vështirë qëndrimin. Ma ai mua më ngjan, tani do të jem shumë i sinqert, e shoh. Të pa interesuar janë PD është e pa interesuar për të filluar. Po, është Rama e ka prerë mbes doktorin të kjo marrëveshje që kanë patur. Se ka pritur doktori që ta çojnë zgjedhje, po Rama mua kur e shoh në narrativë otan, më duket i pangopur mor burre, i pangopur për të mundur Sali Berishën. Nuk i del e keqja më vlla, nuk e di nga e ka nga leva e nëse mendoj që ai e ka lodër nga i vjen. E ka kështu më, e ka ose është adrenalinë. Personalisht mendoj që Saliun e ka së shmirë për të thënë, po duke parë që Saliu është tashmë hija vetvetes, nuk është më Saliu që patjetër. Do thonë një Sali Berish ku kakaris gaz bardi XY një tjetër, është e pa imagjinueshme 15 vjet përpara. Gazi mjaullin nuk kakaris, po dëgjoj. Unë them që Rama më shumë se sa garë elektorale, Rama ka kuptuar diçka. Sali Berishën sa më thellë ta mundësh, aq më të vështirë ka doktori Tiki, pse Rama nuk do që Tiki doktor. Patjetër, do që të marrë revansh. Dhe Rama e do aty, po nuk e do kur e sheh që fillon të përmirësohet doktori, se pastaj edhe ai fillon të bie në një lloj vaniteti që thotë okay. Ai do që të jetë aty. Ka fuqi, ka ato vota që ka. Kush? Rama? Doktori? Doktori, i ka votat ai, nuk është sa ashtu. Ai edhe pa logo ty ka vota, po problemi është që si është avokat këtë ngut të Ramës për ta mundur doktorin çdo 6 muaj. Si e shpjegoj? Se mua më duket manjakri politike kjo. Unë nuk e besoj që do kemi zgjedhje, po mos edhe kemi zgjedhje. Po do keshin 5 bashki tjera më burr. Shikoj, nuk është futur. Po si nxori këto nuk i nxjerrën. Po ato janë, ato janë tjerë që i është futur kot lojës Rama. Shikon, ndoshta edhe për të justifikuar te pjesa e Bashkimit Evropian, te partnerët atje që thonë që janë e zbatojmë ligjin e kështu, unë kam marrë kosta për sipër në pjesën e zbatueshmërisë ligjore, nuk mund ta lë Tiranën pa një kryetar, se faktikisht Tirana është pa kryetar. Kështu që kjo është ajo që shikojnë te Rama, po tani te doktorin e ka kështu lodhur dhe ai shikoj Rama ka arritur në atë pikë që PD-n e ka kështu, e ka tavull tani. Kam idenë që ka arritur pikën e kulmit dhe që ai e shikon nga sipër. Ta çojmë me 150.000 vota. Këtë kam më pak do vë. Më pak do vë se doktori do e çoj deri aty sa të jetë ajo forcë e dytë. Jo ti doktori në 2029. Se nuk e di se si do vete fati doktorit.
Mund dali pa fajshë, mund tjetë shpikur një vaksinë për pavdeksinë o Petre, se vetë po fletë për inteligencë artificiale, kështu që i lëm të teori. Ky shkreti vetëm inteligencë artificiale s'ka tani, flasim atë që Berisha, po ta shikosh edhe vetë, ta shikosh nga afër, Berisha ka rënë komplet, totalisht. Berisha ka marrë të fuqinë tani para. Shikoja një përpara 2-3 orësh para sa dimitive, shikoja një intervistë që kishte thënë Berisha, se duket sikur edhe emrin dritare na e ka dhënë Berisha, në fakt na e ka dhënë Berisha, ishte në intervistë me Rudina Gjungën. Dhe natyrisht një Berish që s'kishte lidhje fare. Krejt tjetër. Sigurisht. Që është sot. Sigurisht. Prandaj unë thash që është hija e vetvetes. Të shkojë të bëje presion Berishës nuk ekzistonte, ishte e pajmaj. Mund t'i bëje presion Nanos, mund t'i bëje presion Ramos, po Berishës nuk ekzistonte t'i bëje presion, Dhe ishte një Berish komplet tjetër, energjike një tjetër, dhe thoshte në emision që kjo tjetë një dritare ku thuhet e vërteta, do t'a bëjmë edhe spot, edhe reels që dalë. Po e kam fjalën që Berisha tashmë është kjo që thot Petra, nuk provon më, nuk narrativa e tij është e vjetruar, skemat e tij politike të vjetruara. Shikon, nuk mund ta me modelin Biden nuk mund ta mohosh talentin që të mbash bashk PD-n, e cila është shkartisur komplet. Karavidhesh, njerëz që kanë mbarë votash edhe sot e kësaj ditën. Ai sot një miting të bëj, do t'i mblidhen më shumë se që mund të bëj kërkoj një miting nga zbardhësh. Po më mirë patjetër se ai është listi që nuk kalon asnjë pemë t'i biri dielli, që të kuptohemi, nuk kalon rritet askush ai. Po mund, po. Sali Berisha, dëgjom kur ai është në bashkëqeverisje me Ramën, se këtë harrojmë të themi ne. Po mirë, ai është normale që domethënë ata rregullat e lojës sot tani bëjnë bashk. Bëjnë kodin elektoral bashk, bëjnë amnistitë penale bashk. Diti në një ndërtues ose në një oligark të doktori që vuan se s'ka punë tani me qeverinë Rama? Fati se si do vinte Shqipëria u përcaktuar në 85-ën, që kur vdiqte Enveri, që po i qante në xhmiat e koka dhe i thoshte që Enver ti e le partinë të fortë. Dhe në momentin që e merr Ramizi ndau gjithë kapelet ti këtej apo jeni të tërë të PPSH. Faktikisht 83 vjet janë këta dhe çka ka ndryshuar? Nga këta e njëjta skemë janë. Po ta shikosh ikën njëri vin tjetri, po janë i njëjti brum. Dhe faktikisht më thoni cilët nga ata zëra potencial kundër ka gjetur veten ose ka tentuar të hyjë brenda atij gardit të rrethuar prej tyre, të mundet të hyjë brenda, nuk hyn dot, vetëm i lënë të tërë nga gardi edhe unë mendoj për momentin mbas është më mirë shiqur që kemi evolucion dhe s'kemi revolucion, se revolucionet janë të s'ka, nuk janë shqiptarët për revolucion. Shqiptarët kanë dhënë prova që u ndal nga Turqia pa luftë. Bravo, unë jam për e vetmja luftë që është bërë me pjesën shqiptare ka qenë provokacioni i Gushtit. Ajo ka qenë faza më e organizuar. As lufta nacionale çlimtare s'ka qenë organizuar kaq shumë sa u bën. Mos më kalo për herë të dy se këtu edhe mund të zihemi pastaj bashkë. Këtë mos e thuaj se janë sa të vrarë që jo, nuk e lish më të kundërtën. Edhe unë kam njerëz të vrarë në atë luftë. E di çfarë po e them. Se kam takuar atacion ushtarak gjerman, i cili ishte një prusian i vërtet, dhe ambasadorin gjerman të vitit 2013-14, nuk e mbaj mend emrin, i cili ishte një zotri burr, dhe ne shkonim për homazhe, se ata nuk kanë ditën e të rënëve që quhen dita luftrat, edhe shkonim për homazhe te varrezat e ushtarëve gjerman që janë te liçeni. Dhe ambasadori gjerman më tha një çka. Sarita kuptoj, tha, pse tentoni ta hidhni poshtë luftën tuaj? Ai po përkujton të ushtarët që ishin vrarë aty, sepse ju, tha, keni një kontribut të jashtëzakonshëm, tha. Juve keni një kontribut, tha, për frymë të popullsisë, po aq sa çka Jugoslavia, tha. Unë pastaj hyra shifra dhe ndoli që ne kontributin e kishim njësoj. Kontribut gjaku dhe gjerman të vrarë në territorin shqiptar. Dhe gjerman të vrarë në territorin shqiptar, po gjerman, se janë vrarë edhe Waffen-SS që ishin jo Armen, Azerbajxhanas, nga Republikat e Kaukazit. Po, janë vrarë 3800 sa, diku të 3000 gjerman këtu në Shqipëri. Pra nuk është një kontribut që mund të hidhet poshtë. Sa?
Po 800.000 veta kemi qenë më burr, me me malaria, me sifilis, me atëre kemi qenë. Çu ta lëm këtë muhabet. Të kthehemi te sfida që e pret, domethënë Ramën me Erion Velin edhe me Berisha. Ti e quan tradhti të Erion Velis këtë padi që ka bërë? Nuk e quaj tradhti, ndoshta Erion Velia po përdor gurin e fundit, por mund të jetë edhe një lojë për të penguar mos të zhvillojnë zgjedhje në Tiranë. Unë mendoj 2 duar për një kokë, Flogat, si thua. Dëgjoj, s'mund t'i vësh fare, është në qelim. Ta thash, ti thuash Erion Veliajt sot, pse e apelon, është të jesh, ku diun, ose naif, ose duash tallesh me të. Ti thua Ai është në pikë, po jo, ai është në hall. Po themi ne pse ankim. Jo, nuk është debat, jo. E kam si retorike. Domethënë, po flasim ana politike. Ai është në një pikë tani që do të ruaj kockën, se mishi ka ik. E kupton? Dhe nëse ai nuk do bëj dhe këtë luftë, se luftë politike nuk po bën. Tishte për të bërë luftë politike, Veliaj do e bënte përpara zgjedhjeve, që të bënte presionin tek Edi Rama e tjera me radhë, do ishin ndoshta në kushte të tjera. Dhe, do ishin divorci përfundimtar politik. Ai e sheh që vetëm në betejë që do bëj, se nuk ka ndërmend të bëj politikën, është kjo juridikja. Domethënë po i çon një mesazh Ramës, jam duke e bërë shpëtoj kokën. Jam duke bërë këtë sepse edhe Rama këtë, nga fjalimet e Ramës, 2 fjalime, 11 dhe 1 më vonë, Rama këtë e ka lënë të kuptohet që do ndodh, pra nuk do jetë surprizë, po thoshte Rama. Se bëri Veliaj këtë ankimimin atëherë kushtetuese në kushtet që unë jam kryetar bashkie, jam arrestuar me një vendim gjykate në zyrën e kryetarit Bashkisë Tiranës, i zgjedhur me votë nga populli i Tiranës. Pse se bëri këtë atëherë që jemi përballë zbatimit të ligjit? Unë po them për tani, se unë ligji la hapësira sa të duash. Problemi është që nuk di ta them se po ti arrestimi i Veliajt është përplasje demokracisë me drejtësinë. E pastër. Mondi, po të jetë që të t'jap unë ide për teknika komunikimi, për të ndërtuar një fjalim, për të ndërtuar një fushat, unë dhe tani besoj se e bëjmë. Se ky e ka eksperiencë më shumë se unë e kam shkollë. Po ajo është fusha jote pastaj, nuk e di unë çfarë kanë bërë mirë, çfarë kanë bërë gabimistë. Se bëri, se shiko, ki parasysh ai një njeri që është në izolim, Fillon stresi. Jo, ti ke boll njerëz nëpër duar që janë nëpër birus. Patjetër. Nuk janë ata që janë jashtë. Patjetër. Pastaj kanë një mënyrë tjetër logjikimi. Pastaj pyetja është banale dhe shumë e thjeshtë. Ore, çfarë fiton Erion Veliaj nëse bën luftë politike me Iran? Duhet hequr në kushtetut, duhet dhe në kodin penal apo të tjerë të pjesën e procedurës, që të cilët janë elementet e drejtësisë, duhet hequr dyshimi i arsyeshëm. Me dyshim të arsyeshëm nuk mund të futesh më në burg. Dyshoj, unë thotë, pjesa tjetër të fusë me vetë ngre akuzën, të themi dyshohesh përse ke kryer këtë vepër penale, aq ka për pastrim parash, futu në burg sa të bëjnë analizën unë, pastaj e flasim. Janë disa gjëra të cilat nuk shkojnë më. Apo shpërdorimi i detyrës, i cili njëri mund ta ketë bërë edhe nga padia. Njëri mund të gabime njerëzore. Dhe po ta shikoni tani edhe pjesa e largimit të shpërdorimit të detyrës nga pjesa e largimit si pjesë të veprës penale, që në disa shtete të Bashkimit Evropian është prezent, dhe Bashkimi Evropian e ka lënë si detyrë tani që neve ta largojmë si vepër penale, po të jetë akt administrativ që mund të kapi një pushim nga puna e tjera. Janë disa elemente të cilat këtu është përdorur keq, është keq i interpretuar ligj. Në Shqipëri asnjëri nuk është i sigurt. Këta veprojnë gjithë si xhandar, sinqerisht kanë një fuqi të papar, nuk i kontrollon dot askush. Sidomos kur shikoj avokatë dhe që mbrojnë gjyqtarët dhe prokurorët, më bën çudi sepse avokatët nuk fillojnë të ngrenë atë boshtin e identitetit të vet, që kanë probleme me identitetin e vet, me besueshmërinë e tyre në sistem. Me fjalë janë komplet të shkëputur dhe i ka shkëputur gjyqësori dhe organi i akuzës, ndërkohë që ngelen në pika shumë të befta. Po tani pse ka njëri Nat Ramën, do ta përkrahun tani këtë gjyqtar sepse kam i Nat Ramën. Avokati duhet të heqë dorë totalisht nga këto gjëra. Totalisht. E qartë, jemi akoma popull pasionant. Kështu që këto emocione, rastet emocionale, gjitha që i kemi, ne duhet të heqim shumë dorë. Dhe prandaj e prega që kodi penal të neve duhet të vëj dorë në disa element të cilat me të vërtet
i dhëmbin njerëzve. Okej, është temë tjetër, kjo le të shpresojmë, kam dëgjuar shumë kritika, ndoshta ja vlen të bëjmë një emision tjetër të përgatitur me pika, se ku mendon që duhet ndërhyr. Prap spaku, sa do ulërasin këta. Të shohim, edhe sfaku një histori më vete. Flogert, faleminderit. Faleminderit. Petraj, faleminderit. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.